thash, thot në vitin 1970, dashur Zoti thot, kjo që tregon, kjo është një motër muslimane, tregon për burrin e vet. Thot Allahu thot dashti, edhe baba më boni për hajër për një djalë i cili ishte fetar, besimtar i Allahut. Edhe thot fillum jetën mirë, Allahu thot na e fali një vajzë, thot unë isha shumë jetë lumtur, burri kishte një pozitë shumë të lartë në pushtet, kjo është fjala në Arabi Saudite, kishte thot fetari të madhe, ishte edhe i shkollum, edhe ishte fetar, që rrallë mund është me gjithë një shkollum, por edhe të njëjtën kohë çka, edhe fetar, i bjen Zotin sejdë. Por kur e bënë thot fiks 4 vjet masi u martuam ose 5 vjet, në vitin 1975 në thot na sprovoi Allahu, na sprovoi ilumi Allah, thot me një fatkeqësi të madhe, thot burri thekë në Ramazan dita e 8 konë Ramazanit, vitin 1975, thot tu ardh për i punën në shtëpi, thot ka bëu thot një aksident aq të rënd, sa që ka përfundu 95% truni ti i vdekur me fatalitet. Ka ro gjendje kome. 95%. Thot vajza thot e prit ke babën e vet, 4 vjeç, fëmija 4 vjeç, që mundet me prit babën, thot por ai përfundoi kur shkum thot me vjerrit, me prind, thot sa unë u mërzitësha që është në rrezik me të pa burr, çash thot u mërzitësha kur e pojsha lutin e nanës, edhe të babës, domthon vjerrive që çonin për fëmijën e vet. Edhe fëmia kanë vazhdu, thot, ka vazhdu kështu, ka vazhdu gjendje e kumës ti, unë pak për emocionu nëse edhe vetë kom jetu një pjesë një mujit vitin 99 në gjendje e kumë, edhe e di që ka është, thot, ka vazhdu, thot, ishtu, pritë se po qohët këtë dit, e pritë se po përmisohet këtë dit, thot, ka vazhdu, thot, fiks 15 vjetë. Kur u bënën 4 vjetë, thot, me erdhën propozimet ndryshme dhe me feje, kur burri mungon pa arsye në shtëpi 4 vjet, ka të drejtë gjykatë si fetar me prish kunurën dhe ajo gru mu martu dikon tjetër. Thot me erdhën propozimet, por i thash edhe vjerrive për mjalitu, që të më thonë besnik, më konë, me pas ka pasuni me ma se me pas grunë besnike, që i tutët Zotit. Me thanë që munësh i e lirë, 95% truni ka vdek, gjdo moment pritet vdekja, s'ki qa me prit. Edhe atër i thash, sa është burri jam mi dhe, e merë frym, kur thët nuk jeki dorë për ti. Kur thët nuk jeki dorë për ti. Deri sa është a i mi dhe, thët unë isha vojzë e re 25 vjeqare. Atër vllazën të dashur, thët ka vazhdu, urret qiken cilin a e la 4 vjeq, thët mas 15 vjetë të i bonin 19 vjetë. Gjdo funjov, tha shkoj shumë, e poj shumë, tha a i gjendje kume, veç fryme, tha, 15 vjetë ka jetu gjendje kume. Kur një ditë, tha, të vitit 1989, tha, mu lët vojza, cila i kishtë bona 19 vjetë, o i të namë, kështë arrit, tha, vojza me përfundu hifzin e Kuranit, edhe mu po shumë, fetare dhe zoja, thët, o i nana ka mundësi, thët, sante, me i nejtë krytë babës, qika, thët edhe me i kënu Kur'an, për du me i kënu Kur'an. Unë thët hezitova, por ishte spitali me kushtet, do më thonë shumë të mira, edhe tha kishte siguri të madhe, edhe e lejova. Të regon vajza, thët, i kom ullë të koka e babës, e kom njës me kënu, me bo një hatë me për babën. Kom fillu me ledzu surën il Fatiha, kom fillu me ledzu surën il Bekare, e dikur, kur e kom përfundu surën il Bekare, thët, ju më që kom falë namaz, na file, edhe i kom drejtu Allahut në sejdë, një tretën e natës. O Allah, qysh e ke gëzu, nonën e Hazreti Musës, që e ke këthy fëmin, e din historin, thot këzala dhe neve me në këthy babën, thot qysh e ke gëzu, Junusin që e ke pështupi barkut, peshkut, këzala dhe neve me babën. E ka po lutje të madhe, ka po lutje. Thot ku në një moment, thot e kom dëgju një zonë, cilin e kisha harru, thot zonën e babës. Edhe më tha kush je ti, se ta që ka po e 19 vjetë, u rrit.
kom këshyrë në të djathtë, kom këshyrë thot në të majtë, thot nuk e kom po kërkan. A për thot e kom dëgju një zonë. Kër e kom dëgju thot për herën e tretë, ju më ngrit kom thot e kom po thot që i babas i ka ardhur vedia. I ka ardhur vedia, u pranu duaja. Atër shpejta i kom thirë thot mjekt. I kom thirë thot mjekt. Aty thot ka qenë një mjek amerikan edhe një mjek saudit. Thot ai me një arabishtet dopt, tha ka thonë subhanallah, kër e ka po mrekullin e Allahut, se që Allahu bën mrekulli, truni 95% i vdekun, Allahu për i nxoll edhe për këthem as 15 vjetë, atëherë thot, më ka thonë kush je ti, largomo, se këse ka një vojzën e vetë, ka në bob, ka thonë e jam, e së moja, që 15 vjetë e presë lodrën, që ke posë, ma prunë. Se aj, qashtu i ka thonë, vojzës kërë dollë për shpije, të bjem baba ty një lodrë, dhe të jam të e prip, pe i teje. Allahu bën mrekulli. Edhe mu, thazën, më kujtohet vetja ime, për një moment, kër ka fillu më morë vetia në Istanbul, do në këshat blokume prej infusionave të majtën, të djathën në këshat blokume për çka plagës të madhe. Kom pas një kërkes imediate, huna mu krujke. Së më isha me kru hunën time. Edhe kom lutë Allah, kush ma kru në hunën tash? Pash Allah nuk ju shku 5 minuta. Allahu ma ka pru një njëri para komëve. Tha ki nevoj, po zotin, o më lëfat me diqka. Thash po, masim u tërpnova, merë shtirë. Thash kam nevoj hunën më makru. Do më thonë, ti bëne punë për njërë të zotin. Allahu ta njerin edhe hunën ta kru nëse ki nevoj. I madhësh zotin. Edhe ju luta, tha Allahut, o Allah, këthe ma babën, se ti ki mundësi. Atër thot, erdhën familja, edhe filloj jeta për herë të dytë, e Allahu thot, na e fali, pas ta edhe një vëlla. Masi erdhë në jetë, u rikëthy baba një jetë, thot edhe, falenderojmë Allahun, gjithë shka është në regull, truni është ti, është ty për shak, aksidentit ka pas goditet të madhe. Kër e kanë pyet, çka të kujtohet ty? Prej asoj në gjani, thot, mu më kujtohet, thot, si kom dash më nalë të pumpa e benzinit, me marë benzin për kerë, thot, edhe thesh, a më nalë që tu, a nalë nga ku shkej të shpia, edhe kom dash, thot, mi falë 2 recate duha të paraditës, se ka qenë Ramazan, edhe thot, nuk e di, a i kom falë, a nuk i kom falë. Më ka ndodhë aksidenti para se me mri në destinacionin e vetë ku ka pas. Qëllimi i kësaj, qka është lozën? Qëllimi i kësaj është me obo me dije na, që atë shumë kena sot hale, derte, ngarkesa, që fatkeqësisht e kemi harru mi trokit dyrt e kujt? Dyrt e Allahut. Dyrt e të lumit Allah, që ato dyr kur nuk mbyllen, derisa nuk lind dielli në perëndim, e të perëndon në lindje. Që do të thotë të jetë domon alameti dhe shaja më e madhe e kiametit. Allahu na udhëzoft.